Miq të dashur, mirë mbrëma. Po takohemi edhe sonte si herave të tjera për të diskutuar çështje e tema të rëndësishme me të cilat ballafaqohemi çdo ditë. Tema që na prekin gjithë neve si shoqëri, bashkë me Ganen dhe me Belkizen, ku këtu do t'japim të trijat idetë dhe mendimet tona për këtë çështje, e që sot do të diskutojmë për vendimarrjen, për gratë në vendimarrje, sa jepet hapësirë, sa besohet përgjegjësia, ose sa i merret kjo e drejtë grave. Çika, a jeni të gatshme me ndo idetë, përvojat dhe mendimet e juaja për këtë temë që do të diskutojmë sonte? Unë po mendoj që aty e sfidu veten pak më shumë ndoshta se që është dashur për faktin që jena rrit edhe fakt kena lind në një shoqëri që na ka përcjell thonja ku kënon pula s'ka bereqet. Kështu që indirekt kjo thonje e pasqyron mendsinë e shtetit tonë, mendsinë e vendit tonë, edhe të kulturës tonë, e për me pas gratë të cilat janë të kyçura drejt për drejt në proceset vendimarrëse është me të vërtetë mrekulli. Përderisa kjo thënie jeton ende në për disa pjesë rurale, atëherë kjo të bën me kuptu që ato që kanë mritë vendimarrja, e që tash e kemi edhe presidentën e shtetit gru, është diçka që të bën me menu që na përmejna popull me u studiu. Kështu që sado që është temë sfiduese, pra po është temë që kam në dhënë knaqësi. A mendoni që është vetëm pse jemi gra e femra nuk dina me ka të drejta në vendimarrje, apo nuk na besojmë vetëm se jemi në gra, nuk duhet me la neve vendimarrjen. Edhe përsa luftohemi zakonisht, gjithkohon luftohemi. A është kështu Belkizës, ti si juriste, çka mundesh më na shtu çto? Po Valentina, sa i përket citimin të cilit ju referu Gania, nuk e kam dëgjuar asnjëherë, është hera e parë, kështu që nuk e di apo flitet për vendin në cilin jetojna. Edhe ka qenë kjo prezente ma herët, sigurisht ka diskriminim në aspektin gjinor. Janë të njoftur shumë, e për juve qytetarët. Nuk kam qare këtu pa të ndërhy Beki se ti ke studiu ligjet e unë e kom studiu shoqënin. Edhe kur e studion shoqënin, nuk i ke qare pa i studiu edhe thënjet e shoqërisë, veç mas thënjet e plakave, që unë e konsideroj që i kanë rënjet, po edhe kom nejtë shumë. Sot me ditë që është dikun një plak e më shume, që ka shumë vjetë, kom qef me shku, me fol, indirekt me intervistu, edhe me pa qysh kanë menu, qka kanë ba, e kom pas një shoqe që i ka pas 105 vjetë, kështu që kom shumë perla prej sajt, ashtë mos të tojnë perla, Gonja e ka thonë perl qatë fjallë, për definitivisht pavarësisht peshës që kanë pas ose damit që kanë mujtë indirekt me shkaktu, ato janë pjesë të realitetit në cilin na kena jetu si shoqëni. Kështu që te e krye qytetit normal që është edhe një faktor tjetër që të ka privu. Po sigurisht edhe zakoni edhe ashtu është një prej burimeve të së drejtës që aplikohet, sigurisht që kultura jonë ka pas në të kaluarën zakone të ndryshme të cilat kanë fillu me ndryshu me kalimin e kohës edhe me ndryshimin e raporteve shoqërore. Kështu që edhe vetë hartimi i ligjeve sot e kësaj dite, sepse kemi shumë ligje të cilat janë favorizuese ndaj pozitës së grave veçanërisht në vendimarrje, mirë po mbetet me u theksu se ato ligje munden me qenë vetëm të hartuara dhe gjejnë kogja vështërsi në zbatimin e tyre në praktikë. Kështu që konsideroj se ekziston akoma sot e kësaj dite diskriminim sa i përket marrjes pozitave udhëhecëse apo drejtuese nga ana e grave në shoqëri, po në anën tjetër paralelisht kemi edhe ligjen kundër diskriminimit në Kosovë, i cili ndalon çfarëdo lloji të diskriminimit në baza gjinore. Në anën tjetër, nuk kemi mekanizma të fortë dhe mekanizma zbatuese i përket zbatimit të sanksioneve ndaj atyre institucioneve që i diskriminojnë personat, domethënë në pozita të ndryshme rekrutuese në baza gjinore. Konsideroj se pavarësisht dhënies së hapësirës ligjore në këtë fush për gratë apo për gjininë femërore, prapë se prapë në praktikë ka paragjykime dhe kjo zakonisht për shkak të mentalitetit të vjetër i cili ndikon pothuajse në secilën sferë shoqërore të shoqërisë në të cilën jetojnë. Po e marr veç si shembull, për shembull ekziston kuota ligjore për rekrutimin e grave në politikë, se tash kohëve të fundit po ju referohemi pasi që i kemi edhe zgjedhjet.
e cila është prej 30%, mirë po them me përgjegjësi të plot duke parë realitetin në Kosovë që kjo kuotë e plotson vetëm aspektin numerik, mirë po nuk ka kurrfar ndikimi apo vlere në aspektin e vendimarrjes. Këtë po e them për faktin se gratë apo deputetët, të cilat i përkasin partive të ndryshme, eventuale, janë të ndikuara nga disiplina partijake dhe mungon është i kufizuar apo nuk ekziston fare iniciativa e pavarur personale. Do me thonë, kjo është veç një prej shembujve. Në anën tjetër kemi edhe raste edhe pse gratë marrin pozita udhëheqëse, drejtuese, vendimarrëse, ekzistojnë sulme më të shpeshta, linçime, kërcënime, presione nga shoqëria, sesa ndaj një personi të gjinisë së kundërt, i cili e ka po të njëjtën pozitë. Për arsye se konsiderohet që aspekti femëror apo gruaja është më e dobët dhe për këtë arsye shoqëria shumë herë për shkak të pozitës së saj drejtuese, pra udhëheqëse dhe të rëndësishme në sektor të caktuar, bën kërcënime të ndryshme, shantazhe, presione e tjerë. A mendoni që këto kërcënime i drejtohen grave dhe femrave në vendimarrje, shkaku se e din që ato mund ma letë me i pranu kërcënimet, edhe si rezultat me i pranu ndoshta ato kërkesat prej palës kundër. Ndoshta e keni dëgjuar shpesh që një gru që ka arrit një pozitë, shumë shpesh thojnë, po ku me di që arriti atë pozitë, pavarësisht që ja mëson mend paragjykohet shumë. Ndoshta është shkollu, është ndërtu vetë, thjesht e ka merituar të postë se atë pozitë që e ka, na paragjykohemi shumë prej gjithëve, thjesht ku me di që shka shku të e pozitë. Ndërsa për meshkujt, ati halal i koftë sa i ka shku atje. Po na dhe këtu paragjykohemi shumë. A mendoni që kjo është, a keni hasur këto probleme? Po vetë fakti që kandidatë për kryetarët komunave, fatmirësisht kemi kandidate dikun, femra, po kryetarët të komunave nuk e dia ka fitu dikush se kemi asnjë. Momentalisht në Kosovë nuk e di që është ndaj kryetare e komunave femër. Edhe kjo është fundit nuk ka fitu asnjë. Domethënë, kjo të bën me kuptu që shoqëria jonë ende nuk është e gatshme me pas gra që i udhëheq. Edhe indirekti edhe gra në vendimarrje. S'ka rëndësi çfarë parti është. Nuk ka rëndësi absolut cilit subjekt politik i takon. E kom pa një gru, një ex kandidate që ka bërë një fushat shumë të mirë, shembull, dhe nuk ka arrit me fitu mandatin, gjatë që në jom habit që s'ka fitu ajo një shembull shumë të mirë dhe të zakonshme ka tregu. Nuk ka rëndësi. Të në Kosovë, në përgjithësi Valentin pajtona me ty, në këtë pjesë, plotësisht pajtona me ty, të në Kosovë nuk është e çuditshme, për arsye se gjithçka shkon në bazë të krahut, ose shumë çka shkon në bazë të njerëzve, shumë çka shkon në bazë të përkrahjes, të fuqisë dhe jo në bazë të meritokracisë. Votuesit shpesh i kum dëgju të thonë, po valla, shumë e zoja, po grubre, a den ma mirë me votu këto. Pavarësisht që ata janë bind që kjo nështë mund me sjellë një ndryshim, mund me sjellë një energji të re, mund me sjellë diçka që s'ka sjellë dikush më parë, po prapë është gru, hajde votojnë a Më kujtove një debatin e Jeta Gjarës para 10 vjetë, kur ka qenë kandidate për kryetare të Gjilanit, prej Partisë Drejtësisë, Labinot Demi, për përmendi me emrën, edhe në debatin e Jeta Gjarës, kur nuk e harroj, e pat pyet me një pyetje që e dim që ditë prej saj që shëba, se do këtë më kanë shumë e përgatitur, a je gatshme me i sfidu gjithë këta burra. Do me thonë edhe na gratë vetë, në mënyrë indirekte, fjallorin e kemi diskriminues. Ato dobësitë tona. Ndoshta e ka thënë vetëm realitetin, sepse ti realisht kemi sfiduar që ta. Po në rregull, realiteti është, po gjithë ata burra, pse çka kanë gjithë ata burra? A ki me kozme me udhëheq një komunë? A ki me lopat, ose me sopata sakic? Jo, me njohurit, me laps, me dije. Me vendosmëri. Po, me vendosmëri. Pse ish dashtë, me thonë, me qenë kjo qasje? O shumë gabim. E nëse në media, edhe në një debat televiziv që në atë kohë shiku shumë, e besa shikohet edhe sot, bëhat një pyetje e tillë, atëherë të bën me menu që ajo thonja që kuknon pula s'ka bereqet, është e rënjosur në mendësitë e njerëzve sa do që ja thojnë vetës që janë intelektual. Për ndryshe, për shembull në Gjermani, mas luftës dytë botërore, rrimë këmbje në Gjermanisë,
fuqizimin e Gjermanisë, edhe ardhjen e Gjermanisë ose fuqinë ekonomike që ajo e ka sot, e kanë bë gratë. Numri i burrave të vrarë ka qenë jashtëzakonisht shumë i madh, gratë kanë punu punë fizike, gratë e kanë dhënë maksimumin prej tyre, mënyrën e organizimit, edhe nëse nuk kanë qenë në pozita kyçe zyrtare, gjithçka domethënë është bë prej poshtë lart, domethënë edhe kanë mrime e fuqizu Gjermaninë si shtet. Gratë kanë bërë. Prandaj thuhet, nëse do më dhon dikujt një punë me kryje pja grave. Gratë e kryjnë, burrat kanë fjalë, gratë e kryjnë, sigurt e kryjnë. Po, në fakt, nëse e shikojmë vetë natyrshmërinë e krijimit të gruas dhe të burrit, edhe vendimarrja, edhe udhëheqja, edhe menaxhimi, gjithçka kërkon gjithëpërfshirje. Domethënë nuk mundesh me qenë kryetari mirë nëse ti veç rën zyre, edhe nuk e pi kafe në një lokal ku shkon shtresa e oltë. Sigurisht. Nëse në një lokal të një qyteti, kafja është 70 cent dikun edhe 2 euro dikun tjetër, nëse kryetari nuk ka pi kafe dikun ku është kafja 70 cent, ai definitivisht nuk është kryetari mirëfillt, nuk e din çka po ndodh në qytetin e tij. Ose pse mos është punën e gjalltore ku hajnë krit punëtorët e ndërtimit ose kushdo që tjetër. Domethënë, nëse një kryetar nuk i ka çto aftësi, atëherë nuk mundet me udhëheq si duhet. Ku po du me dalë? Burrat janë të prirur edhe prej jetës. Gjithë shikuesit e din edhe jo, nëse e merr me përfundu një punë, nuk ka mundësi me përfundu dhe një punë tjetër njëkohësisht. Shumë e vërtet. Vetëm gratë, domethënë gjënia jonë, gratë jemi të prirura me fshis tërhymës, me pas bluetooth-in në vesh edhe përkundër zhurmës, që elshën fshisa, me ja bën një vrejtje fëmijës që atje, ose mi thonë kap le xoti derisa ti kry punë, domethënë na jena të ndërtuara për me mujt me kry shumë punë në të njëjtën kohë. Diçka që e kërkon, domethënë udhëheqja. Po nuk e di pse nuk po na japin çaq shumë mundësi, ish dashna me e ndryshu diçka te mënyra e rritjes, te mënyra e edukimit të fëmijëve. Na jena ato që e ndryshojnë ato edhe me pas normal me në ardh dita që burrat në vend që përmendi avokatja që domethënë në statuset politike ose në kërkesat politike është i përcaktuar kuota sa kanë me qenë gra, megjithëse disa partive që e kanë të i kalu. Ajo thash është vetëm prezencë numerike. Me bëni partit grave na, që burrat mishti me kuotë, që atëherë kishmi pas çka me kallxu. Nëse muj me unë lidh me këtë paragjykimin që një grua merr një punë përsipër edhe kryn, kisha dash me unë lidh me rastet, disa prej rasteve në pandemi, që veç kanë qenë diskutim, s'kisha dash mu paragjyku prej opinionit, për arsye se mundet me tingëllu shumë feminizëm, dhe personalisht nuk jam për një feminizëm, mirë po jam për barazi, dhe asnjëherë për feminizëm. Kemi pas raste kur qeveria e thershme e Kosovës pa ardhur me një propozim që njëri nga prindrit le të rrinë në shtëpi dhe të kujdeset për fëmijët për arsye se u patën mbyllur të gjitha shkollat, kopshtet, edhe institucionet qoftë shkollore, qoftë parashkollore, dhe ka pas shumë diskutime në shoqëri dhe në grupe të ndryshme shoqërore se gra duhet të rrinë në shtëpi, të kujdesen për fëmijët, edhe në qoftë se për shembull gruaja ka pas një pozitë drejtoreshe një organizate të caktuar, apo drejtoreshe një reparti të caktuar, apo drejtorie të caktuar në kuadër të një institucioni, ndërsa bashkëshorti ka pas vetëm një punë të thjeshtë të një privatnik i cili edhe nuk është paguar atë sa duhet, ndoshta edhe është abuzuar me orarin dhe të drejtat e tjera që janë një ligje i punës punëtorëve në Kosovë, që është temë tjetër, e cila po ashtu ka nevojë për diskutim dhe për trajtim, dhe mendimet kanë ardhur që burri duhet me punu për arsye se është burr, pavarësisht pagës që e ka realizuar në vendin përkat punës në të cilin kanë qenë, dhe gruaja duhet me nejtë të shtëpia njëri nga prindrit, pavarësisht që ka pas pozitë drejtuese, udhëheqëse, vendimarrëse, pavarësisht që paga e saj ka qenë shumë më e lartë, dhe ndoshta pavarësisht që interesi publik dhe jo personal tek më në fundit e ka kërku që gruaja me dalin punë dhe jo burri, për arsye se burri ka qenë në një kompani private që ka qenë nëse ai del në punë vetëm interes personal. Shumicën e infermierëve i ki femra. Tani nëse gratë ose femrat i nalin në shtëpi, kush po funksionoj ka?
Mirë po shumë e vështirë me u përballë me mentalitetin edhe me realitetin, sepse nëse ti jep të drejtë një gruaje, e cila është drejtoresh ose udhëheqëse edhe një herë një sektori shumë të rëndësishëm shoqëror, dhe i ka të gjitha privilegjet e tjera, qoftë lartësinë e pagës e tjerë, është shumë e vështirë me u përballë me mentalitetin për arsye se ti definohesh si feministe edhe kaq. Dhe do me thënë nuk shikohen përparësitë edhe në radhë të parë nuk shikohet interesi publik. Po pa drejtësi që i banë grave shtatzana. Edhe këto banë shumë pa drejtësi për gratë shtatzana. Sidomos privat, unë e di plot raste kur është identifiku që është shtatzane, është shkput kontrata, ose me një konkurs që ai konkurs është i pa drejt, nëse vetëm pse i shtatzane ty të mohet e drejta, bjen për lisës. Mu më ka ndodhur edhe në shtetit, kur me një garë, një mësimdhanë se kishte ardhur me apliku për me hy si mësuese me një ex-shkollë, edhe kur na përshëndetëm para se me hy ajo aty brenda, ishte veshur gjanë edhe më shef këta shepse kështu, tha se me ditë që jam shtatzane nuk më pranojnë. Është fjala për mësuese dhe në shtetit, jo vetëm privat. Në privat shumë shpesh i merret drejta e punësimit grave shtatzana. Tani na mundohemi me... Ka dhe raste ekstreme kur kërkojnë me i pas fëmijë të rritun, ose mos me qenë hiç e martuar për me marrë... Sot në shkollat tona është çdo ditë të zvoglu numri i nxënësave. Okej, ndoshta edhe që dalin jashtë shtetit e çka do tjetër, po që ka pas nxënësa më herët, ke pas në vendet rurale, ke pas ka 2 paralele, ndoshta edhe më shumë, ose ke pas një klasë plot me nxënësa, 20-30 nxënësa, sot i ki shumë pak. Shumë shkolla po vinë gati të mbyll për shkak që nuk ka nxënësa. Na po menojna me i motivu prindrit, me i motivu nanat për me pas fëmijë, duke i dhënë ndoshta shtesa një herë 10 euro, tani u bën 20, tash ka fundi kanë bërë 30, po njëkohësisht ka rritje pa fond të çmimeve e të jetës, çka na të pare. Na si shtet, si njerëz do të me hartu politika që i motivojmë prindrit duke i ofru kushtet punësimit, duke i ofru mundësi nanave e grave që janë të dashur të bëjnë nana në pritje të një fëmije, ose ato që janë nana mundësi punësimi ose ju më ndërprej kontratën. Aja mund të më dhanë nështë punën kontributin më të mirë në atë punë. Atëherë, ti momentin që ndërprejnë kontratën, ti ki një farë stresi, ku metet ekonomia jote, ku metet të ardhunat e tua, atëherë qysh dosh me kriju familje? O do me zjedh, ose me rritë fëmijë, ose ka prej atyre grave që përveç që e rrezikojnë domethënë zvoglimin ose humbjen e të ardhurave personale edhe mirëqenies ekonomike të familjes tyre për shkak të lindjes së një fëmijë, në anën tjetër janë momentin që ato privohen ose pengohen nga punësimi për shkak të një fakti të tillë, atëherë vjen edhe te mungesa e një kontributi të madh shoqëror, ndoshta puna e saj është aq e rëndësishme që i ndihmon një numri të konsiderueshëm ose një grupi të caktuar njerëzish që ndoshta as edhe një person tjetër nuk mundet me ushtru punën ose profesionin që e ushtron ajo në atë mënyrë se çush e ushtron ajo. Kështu që në rastin konkret nuk kemi mekanizma në radhë të parë të shtetit që kishin me i identifiku gratë të tilla, shumë dobipruese për shoqërinë, për grupet e caktuara shoqërore, dhe në anën tjetër përveç që nuk kemi mekanizma identifikues, nuk kemi as mekanizma ndihmues, mbështetës që këto gra mos me u privu përkohësisht nga e drejta e punësimit dhe nga kontributi i tyre në shoqëri, duke i ofruar ndihmë qoftë për kujdesin e fëmijëve, duke i ofruar ndihmë qoftë për sigurimin e tyre në një kopsht të caktuar e tjerë. Domethënë tani në Kosovë nuk ekzistojnë. Po prandaj po flasim për vendimarrje, larg po mbetet vendimarrja, e drejta jonë për vendimarrje, për përgjegjësi, që na shtomën ka shumë të zojat në një vendimarrje të caktuar, kur na e drejta elementare për me lind, me pas fëmijë, po na ndërpritet, do të dosh me zgjedh ose me pas një fëmijë ose punën. Tani ka shumë njerëz që thjesht dojnë karrierën, shumë nana që dojnë karrierën, besin ndoshta vetëm një fëmijë për shkak që duhet me zgjedh mes të dyave. E që kjo është një zgjedhje e vështirë. Nuk mundet me bë balancin. Në shpesh më kujtuan ato fotot që shfaqen shpesh në rrjetet sociale, qoftë të grave në parlament, duke i dhënë fëmijëve gjë, qoftë në një vend punës, qoftë studentët në fakultet me bebe. Po janë për të lavdruar dhe i presin gjithë me komente pozitive, po në anën tjetër nëse kishë ndodhur në shoqërinë tonë.
nëse një nana kishte marrë bebën në fakultet, në universitetin ton, ose në për universitetet në për qytetet ndryshme të Kosovës, qysh kish me u prit ajo nanë, a kish me u kthy te dera, a kish me u lanë me u majt orën e mësimit, çfarë qasje kishin me pas çaj rreth shoqëror. Mua më pëlqej tani së fundmi, nuk e di në cilin vend ishte një nanë që kishte fituar mandatin si asambleiste dhe e ka marrë vajzën, duket vajzë pa atë fëmijë, e ka marrë duke i dhënë gjigja të seancës solemne për betimin e anëtarëve të kuvendit. Ishte rasti i parë që unë kom pa, ka qenë nëpër media që sinqerisht më pëlqeu shumë. Do dikush me thy këto tema, këto janë shumë tabu, do të më thy dikush, pavarësisht çfarë mendon tjetri, ti mendon edhe për veten, duke qenë funksional punën që je, mendon megjithatë është shumë e vështirë. Megjithatë është shumë e vështirë me i thy paragjykimet edhe me i thy tabut në një vend ku vetëm ti mendon ndryshe dhe shumica mendon ndryshe. Unë nëse kisha dashur me qenë shumë modeste dhe mos më mundson për të madhe ajo që po e tham, unë personalisht më ka ndodhur me i marr fëmijët e mi shumë herë në punë, në zyrën domethënë e avokaturës dhe ka pas prej kolegëve, femra, jo meshkuj, të cilat më kanë thënë se është shumë jo e mirë për juve nëse dikush nga palët shet që i ke marrë fëmijët në zyre për arsye se mundet me paragjyku që ti nuk i jep hakun punës e tjerë e tjerë. Do me thonë në radhë të parë paragjykimi ka nga vetë femrat. Mirë po përderisa fëmiu ka një vend të sigurt për me qëndru dhe nuk të pengon për një kohë të caktuar në kryerjen e detyrave që i ke marrë përsipër dhe i ki përgjithësi, cila është arsyeja që duhet më të paragjyku opinioni, ose ka pas raste që në Ministrinë e Drejtësisë kam lidh marrëveshje të caktuara me Ministrinë e Drejtësisë në emër të palës së dëmtuar për kompenzimin e dëmit për shkak të krimit, do me thonë që njihet në Kosovë si kompenzim në bazë të ligjit, dhe fëmijët i kanë pas me vete. Do me thonë krijon situata të tilla ndonjëherë që nëse vendos me zgjedh fëmijët ose punën, është shumë e vështirë. Kështu që duhet me vendos edhe fëmijët edhe punën. Po që për me mri në këtë nivel që kemë rritë beke, gruaja që është në qatë pozit, duhet me pas një vetë besim të jashtëzakonshëm, duhet me qenë shumë e zonja në profesion të vetin, me zotru mirë profesionin e vetë, që me mujt me i rezistu që ty në paragjykimeve të rrethit, qysh për shembull i ke rezistu te. Në momentin kur i merr fëmijët në zyre, me një herë njerëzit prej rolit të avokatës ti kalon në rolin e nanës. Ata nuk çojnë më si avokate. Po, sigurisht. E për me u luftu kjo, ti dush me qenë shumë e qëndrueshme. Tregu që ti je e zonja edhe me zotru profesionin tënd, me kry punë pa i dëmtu punë, edhe në anën tjetër fëmijët me qenë që aty me lut, me lodra ose me lexu edhe ata diçka. Sigurisht. E për me mrina këtu, për shembull, i përmend asambleistët, ose në për mësuesët për shembull, pse secila shkollë mos më e pas një mini qerdhe brenda vetë institucionit shkollor, ku mësuesët që i kanë bebat e vogla, me i marrë me vete, me pas mundësi me ju gjindë afër, me i mbikëqyr fëmijët, tash na po kalojna sikur gjithçka është obligimi grave edhe jo i burrave, po na që shoqëri jetojnë edhe me çka të kish luftën. Po në anën tjetër, e mira e smirës prej fillimit i shkon me ju zvoglu orari punës, sepse një punë që nështë burrave ju dohen 20 orë për me kry, gratë, unë e konsideroj që janë zonjat për 10 orë, nështë për gjystë me e kry ma shpejt. Orari punës për gratë, e për burrat 8 orë, dhe le të vazhdojnë. 12 orë javë që, ku që si unë e konsideroj që në momentin kur gruaja është angazhuar në edukimin, kujdesjen ndaj fëmijës, rritjen, ushqimin, për kujdesjen në zhvillimin e tyre, qoftë fizik, qoftë edhe mendor, emocional, unë konsideroj që edhe 6 orë janë shumë. Personalisht mendoj që edhe 6 orë punë janë shumë, por arsye se prap nuk kemi barazi, sepse kontributi në bazë të ligjit familjes e kemi përmend në një emision të kaluar, kontributi nuk është vetëm realizimi të ardhurave financiare, vetëm punësimi
do me thonë me kontrat dhe me pak të caktuar i njerit apo i tjetrit prend. Mirë po kontributi është edhe në kryerjen e punëve të shtëpisë, në pastrimin e ambientit ku jeton, në përgatitjen e ushqimit, në rritjen e fëmijëve që ka shumë detyrime ndaj fëmijëve, përgatitjen e tyre në aspektin shkollor e tjerë. Kështu që këtu i nje të gjitha ligje dhe në anën tjetër, nëse gruaja i ka gjitha këto detyrime dhe njëkohësisht ka dhe detyrime të jashtme në bazë të ligjit, kontratës punës e tjera, apo në bazë të profesionit, unë mendoj që është definitivisht është mbi ngarkesë dhe nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë, po megjithatë ne nuk kemi ligje specifike që i mat gjërat në kanar. Mirë, po do me thonë megjithatë ju mbetet grave personalisht me vendosë se dëshiroj me punu dhe me i përthëku ose me i mbulu të gjitha angazhimet e tjera që i kërkon familja, apo dëshirojmë me u marrë vetëm me punët e shtëpisë. Edhe është shumë e vështirë për gratë apo femrat të cilat kanë studiu, kanë avancu në profesionin e tyre, është shumë e vështirë me zgjedh ndërmjet një anës apo tjetrës. Po ka gra shumë zoja që thjesht shoqëria ka nevojë për atë gru. Ka nevojë shoqëria jone, secila do shoqëri për do gra që janë shumë zojat që e zotrojnë profesionin e tyne, për një avokat të zojen, për një doktoresh të zojen, që do ta jam mbet vetëm në shtëpi, kur na krejt si shoqëri kemi nevojë për dijen e saj. Unë thash edhe më parë, ata edhe me rrit fëmijët, jo më thon ti largall distanca prej familjes. Unë thash edhe më parë, edhe me rrit fëmijët edhe u merr me profesion. Të vetëm të gratë të cilat avancojnë edhe në aspektin profesional, po edhe kanë familje të ndërtuar, janë ato gra që kanë mbështetje familjare dhe asnjë mbështetje institucionale. Mbështetje familjare po, qoftë nga bashkëshorti, nga familja bashkëshorti, nga familja e vetë gruas, nga motrat, mirë po. A nuk ishtë dasht? Për shembull, mu më ka pëlqyer shumë një propozim i qeverisë të Turqisë që ka propozu ata familjarë që kujdesen për niprit dhe mbesat, kanë me pas kompenzim të caktuar apo përkraje nga ana e qeverisë. Po sigurisht ishtë dasht me pas, për arsye se edhe ai person që po kujdeset për fëmijët e një gruaja apo për familjen e saj derisa ajo po jep kontributin në aspektin shoqëror, edhe ata po sakrifikojnë nga koha e tyre. Kështu që ishtë dasht patjetër me pas përkraje, qoftë gratë, qoftë ata familjarë që i ndihmojnë në përmbushjen e detyrave të saj. Ta mënaj që edhe deputetet femra me u kujdesi këto ligje me që në kuvendin tonë. Po veç fatkeqësisht kemi deputete gra që kush e di sa mandate i kanë kuvend edhe nuk ja keni zonin asë dhe një herë që flet ose që e dëgjën. Pak kum dëgju gra që kërkojnë për gras. Eventualisht naj shkëputje që bën bum diçka naj far batute ose naj far diçka. Po në rregull janë ato, po kërkesa, ligje, diçka që i mbështet gratë, i mbështet nanën, i mbështet gruan. Unë nuk kum dëgju shumë kuvend. Kjo vjen si pasojë. Ku na vjen, e rëndësishme është që gratë me mendu njëna tjetrën. Na thjesht kur mbështesim njëna tjetrën, s'kemi për shumë nevojë për krejt, edhe nëse s'na mbështesin burrat. Megjithëse ata besoj që duhet më na mbështetë sepse ata mund të më thonë baba, vllau, burri, po na kemi nevojë që gratë që na përfaqësojnë neve si shtet, si shoqëri, na i kemi thënë atje me votat tona, me mbështetjen tonë. Asnjë njeri vetëm nuk shon kuvendin në cilën kuvend. Po vetë edhe shkuarja shpesh herë është me shumë paragjykime edhe vetë shkuarja e grave në kuvend. Se shpeshher njerëzit votojnë kush po i thot për me votu dikon. Gratë e zonja luftohen prej strukturave brenda partisë. Kanë frikë edhe vetë gratë prej grave të zonja. Prandaj për me deportu dikush që me të vërtet edhe janë vështira për me lëshu, për çta ndoshta luftohen gratë shumë atë zonja që mos më zon vendi. Edhe ndoshta është edhe interes edhe i vetë burrave për me pas gratë të pazëshme ndoshta në qoftë në kuvendet komunale të komunave, qoftë edhe në vetë kuvendin e Kosovës, sepse sa më pak i zëshëm, qaq më let i bindshëm, edhe kur bindet, që gratë nuk mund të marrë vendime. Prandaj po dalim te vendimarrja, që gratë pikërisht kësaj shtrese të shoqërisë edhe i bëhet presion për vendime, se e dinë që këto mujnë me ra ndeshme. Ju personalisht, a mendoni që gratë janë mjaftueshëm të mobilizume të zonja?
të zonjat po të të fuqishme mobilizume. për me qenë në vendimarrje, sepse unë konsideroj që najherë ajo ndjeshmëria jonë emocionale, ajo natyrshmëria jonë që e kemi brenda vetës, najherë na penalizon. Për shembull, ti mundesh me qenë kryetare e komunës, po nëse ki fëmin me temperaturë, ki vendime të mëdhaja atje, ose unë me unis prej vetës teme, e kisha zgjedhë nashta me i qëndru afër fëmis. Se sa me ka përgjegjë se ndaj detyrës Po, së A mendoni që në realitet kjo mundet me qenë edhe e dyanshme. Natyrshmëria jonë? Jo. Unë Kjo mundet me qenë edhe dyanshme, përkundrazi natyrshmëria, butësia, që Zoti ja ka falë një femre, mundet me qenë shtys edhe nxit shumë i madh për me u realizu një drejtë e caktume e një personit që ndoshta vetë shteti ja shkel të drejtën. Unë personalisht po e marr shembull, kam pas shumë raste të padive dhe të kontesteve në gjykatë për fitimin e të drejtës në pension për personat paraplegjik dhe tetraplegjik. Edhe besoni që ka pas prej këtyne rasteve që do me thonë i kemi përfaqësuar bona fide ose pa kompenzim për faktin e gjendjes së tyre shumë të vështirë shëndetësore. Edhe mendoj që në këto raste pikrisht ajo ndjenja që ai fëmijë është fëmijë i dikujt, edhe ka pas mundësi me qenë edhe fëmijë yti, gratë vetëm çka i fuqizon dhe ju jep forcë që me vazhdu, me punu shumë deri në realizimin e të drejtës së caktuar. Konsideroj që ndonjëherë mundet me qenë përparësi edhe në profesion, se jo mangësi. Empatia grave. Megjithatë, unë mendoj se në shumë çështje ndoshta edhe na kish penalizuar ndjeshmëria. Qashtu qysh edhe burrat i penalizon mungesa e ndjeshmërisë. Njësoj të secila grua. Na pavarësisht se si gra menduat se secila është ndjeshme, e butë, empatike, nuk janë të gjitha gratë njësoj. Sigurisht që kena personalitete ndryshme secila prej nesh, po megjithatë shumica grave janë më empatike, janë më të ndjeshme, edhe reagojnë ndjeshëm edhe ndaj përgjegjësive që i kanë. Po megjithatë, kjo nuk na bën neve të dobta ndaj asnjë vendimarrje. Na ndoshta mujna për shkak të empatisë me zgjedh me shumë dëmshuri, edhe me zgjedh se cilën do çështje, cilën do vend që jena, cilën do vendimarrje që jena. Prandaj e besoj fuqishëm që gratë e marrin me përgjegjësinë më të madhe se cilën punë, se cilën vendimarrje, se cilën përgjegjësi. Gratë janë të zojat me zotru punët e tyne. Thjesht na kena nevojë për mbështetjen e burrave. Po gruaja me mbështet gruan, po pas mbështetjen edhe të meshkujve, edhe të burrave. Problemi është që në shoqëritë na, shumëta janë rastet kur gratë i diskriminojnë vetë gratë. Kjo shumë janë të shumëta. Shumë. Hiç më larg nëse shkon në spitalin e përgjithshëm në Prishtinë, në ginekologji, burrat ose stafi mjekësor i cili udhëhiqet nga burrat janë shumë më të mëshirshëm dhe janë shumë më bashkëpunues edhe mirëkuptues se sa vetë femrat. Kështu që unë nuk e di ku është problemi si mentaliteti i shoqërisë tonë. Mirë po definitivisht gratë shkelen nga gratë, gratë diskriminohen nga gratë. Grave ju bëhet padrejtësi prej grave, kështu që fillimisht pa u eliminu këto forma të shtypjes së grave nga vetë gruaja, konsideroj që është e vështirë me ardhur drejt një përkrahje gjinisë së kundërt. Megjithse ekziston përkrahja shumë e madhe gjinisë kundërt se sa vetë gruas. E kemi ndoshta pak xhelozinë të brëmosur brenda vetës. Edhe kjo sigurisht ndikon edhe kur e shet një gru tjetër që po përparan e ka marrë një pozitë caktume ose është e gatshme për me marrë një pozitë caktume, atëherë natyrisht që do më thonë po mënej që ndikon kogja shumë. Mos u nisni më larg heq, veç në komunikacion kur del ne kush ta lëshon rrugën më përpara, ta lëshon rrugën burrat për me u kyç në një drejtim caktume apo ato vozicët që janë femra. Të përfshi edhe faktin që shpesh herë kur të vozitin, si të shohin që po kolon dhe ne ka që atje një grudi. Po, edhe ai paragjykimi ekziston, po edhe veç kur e sigurisht. shen një burra aty që e ka bloku vetë rrugën. Po, është e vërtetë që ekziston ai paragjykimi që kur të shohim komunikacionin e bllokum, mendojnë atë që ai vozitja atje përpara është e gjinisë femrore. Po na asnjëherë si shoqëri nuk ndalë me i mendu faktorët se pse kanë ardhur deri te ajo që një gru për shembull mundet me pas pengesa në vozitje e një burr jo. Unë nuk mendoj që është çështje e lindjes, nuk mendoj që është çështje e natyrshmërisë, mendoj që është çështje e asaj se sa shoqëria ju ka ofruar hapësirë. Çështja e rritjes, familja, çështja e rritjes. Dhe pastaj
mundësit jetësore. Nëse një grua është marrë me edukimin e fëmijëve, me punët e shtëpisë, e tjerë, asaj nuk i ka ardhur mundësia as edhe një herë, do me thonë me praktiku qoftë vozitjen apo një profesion tjetër të caktuar. Përderisa gjinia e kundërt nuk janë të lidhur aq për punët e shtëpisë, nuk janë aq shumë të lidhur për kujdesin ndaj fëmijëve, dhe do me thonë jeta apo rrethanat jetësore janë ato që ja kanë mundsuar. A mund jam i qujt burat të mangët ka punë të shtëpisë, jo të mangët në atë aspektin që nuk janë mirë, po nuk mund të funksionu pa pas një grua. Jo të mangët, për arsye se ata janë të aftë, ata janë shumë të aftë, po nuk mund të funksionu pa ka një grua ato që i bën krejt ato punë të shtëpisë. Problemi është përvoja. Problemi është përvoja. Përvoja jetësore ose interesimi për një sektor të caktuar ka qenë zero. Dhe në momentin kur nuk ka interesim, nuk fitohet përvoja. Në momentin që nuk fitohet përvoja, personi sigurisht që është i mangët. Ata as nuk shohin shumë. As nuk vranë sytë kur gjo. Nuk ja vranë synin kur gjo. Ecë edhe, do më thonë, kjo është natyrisht është punë edukimi prej të vegjël. Është punë edukimi. Me të thatë është pak edhe çështje e natyrshmërisë. Po konsideroj. Është edukimi dhe natyrshmëria, dy faktorë që nuk pajtona shumë të natyrshmëria. Jo, nuk isha besu asun të natyrshmëria. Natyrshmëria mundet me pas punë të caktuara, profesionit caktuara, që e kërkojnë fuqim për kace, që definitivisht atë fuqi e kanë burrat dhe jo femrat, mirë po megjithatë çka do që të lidhet me aspektin e të mësuarit, me aspektin e dijes, me aspektin e përvojës jetësore, konsideroj që është veç çështje e mundësive dhe rrethanave që i ka ofruar e rritjes, kur po flasim të punë të shtëpisë. Tani ndoshta po ndryshon prej nanave të reja që punojnë me kriju një farë barazie mes fëmijëve. Po flasim për një gjeneratat që kemi disa vite, ndoshta i meritu na thonë vajza do të mi palu rrobat e veta, po dhe vllaut. Ose mi bë gati rrobat e veta, mi bë gati edhe vllaut. Na e kemi pas bisedën se s'ka bëj misionet e kaluara, që na vetë mashkull ndalojna të mangët. Është pyetja, a është ajo çështje natyrshmërie që ai nuk është në gjendje me i palu 2-3 palë rroba? Jo, nuk është çështje natyrshmërie, është çështje e natyra e tij ja mundson. Sepse nana e obligon vajzën me kry krejt punët e veta, po me shërby edhe vllaut që të vegjël. Lëre ma që do të më shërby burrit e babës, po edhe nëse janë të njëjtën moshë. Ti rregulloj shtratin tanë titonin, pse duhet vajza me rregullu shtratin e vet, me rregullu vllaznive, e jo vllau që zot me rregullu vetë shtratin e tij. Po në rregull, tash kur dalim të natyrshmëria, kur niset në shkollë me shku vllau me motrën, edhe nëse janë të njëjtës moshë, aja ka mja bërë çantën deri te shkolla sa është e rënë. Këtu ku du me dal pak te çaja natyrshmëria që indirekt ndikohemi prej natyrshmërisë. Unë po them me shtet edhe me mbrojtje, shumë e vërtet. Po, okay, edhe në këtë rast ata djali e ka model babën, edhe vajza ka model nonën. Tash edhe ajo, po na i shohim që vajzat prej të vogla, do më thonë qohoni një muj nana si rregullojnë, do më thonë ato farë stëkat, ose i shohin do finesa, ambulesat, i shohin vetë javë shësyni. Për derisa djemë, do më thonë është i prirur me kopat një burmashin, me ndreqat e një lajsne që ka dalë prej venit në laminat. Unë po mendoj që, okej, do më thonë është çështja e modelit, që të bën me kuptu që po ndikohen prej edukimit, prej asaj që po shohin, po në anën tjetër edhe e natyrshmërisë. Do më thonë, e vrejmë nështë edhe buzëqeshjen, kër e shohim një bebë të vogël, 7 javë mundet me i pas, edhe nëse ka vesh me robat kaltër ta, në momentin kër buzëqeshje e vrejmë që është gru. Po mendoj që është femër, që është vajzë. Ose djallë. E pra ndaj po du më thonë që janë të çështje që i kemi të lindura. Për shembull, unë konsideroj që profesioni i edukatorëve nuk i shkon një burrit mu kanë edukator. Edhe nuk është rasti që nuk e di nëse ka naj burr edukator në përkupshte, ose në parashkollor. Është profesion që është i marrum për me qenë gratë. Edhe profesioni mësuesës. Do më thonë, nashta në një shkollë që i ka 30 mësimdhancë. Për qenë loraritet me kanë femna mësimdhancët, ose prej mësimdhancëve, 80% loraritet janë femna. Tash na po flasim për shembull për padrejtësitë nashta që na bëhen
në profesionet caktume për shembull edhe në vendimarrje edhe në profesione për anën tjetër po harroni që edhe na ju bojnë padrejtësi, për shembull mësuese janë përqindja më e madhe gra, edukatorë janë përqindja më e madhe gra, infermierë janë përqindja më e madhe gra, besa edhe përfaqësuesja, domethënë kryetari i infermierëve është grua. Domethënë kjo të bën me kuptu padrejtësi, sepse në konkurs nuk shkruan me kërku mësuese. Femra, është konkurs i hapur për gjithë. Tash nuk ka faj as kush që në konkurs shkojnë ma shumë femra se sa meshkuj. Edhe për kryetarët komunave këtë nuk shkruan që do të me kandidu veç burrat. Do të thonë është vetë ajo mendësia që të bën me shku që aty dikush. Për kryetarët të komunave. Për ndryshe shumë të bën përshtypje që diçka që tash më kujtu. Pse s'bashku nuk ka pas kurrë grua udhëheqëse? Edhe pse shumica mësimdhënësve janë femra. Këtu është për një dallim shumë i madh. Se është pozitë udhëheqëse. Për kandidate, për kryetare për zonë, një femën, mos me ndoni që nuk ka femra që nuk studojnë me pas një pozitë udhëheqëse ose vendimari ose me shku për kryetare. Po nëse aja nuk mbështetet nga struktura brenda partisë, aja nuk mund me shku e vetëm atje. Struktura nëse fuqizon, nëse favorizon një mashkull, ata krejt do të me ranë dakord me mbështet mashkullin. Amon besoj që brenda çdo subjekti, cilë çdo parti ka femra që kanë ambicie dhe janë shumë të zojat me zotru fuqishëm cilin do vendimarrje. Nuk pjoniet zoni. A di pse një zoni, sepse veç mendimi me shku, ja shkujnë mendimet. Besoni që veç mendja me shku i shkujnë mendimet. Edhe se cila gru. Kjo është që duhet mju përshtat asaj disiplinës politike. Kjo ka shumë rëndësi, Belkize ka shumë rëndësi na so jena të vendosura me e mbrojt mendimin tonë personal. Sepse nëse një burët i thojnë a ju, a i lufton. Mendimi jëtë personal brenda grupeve të caktume, se tash s'po i marrim shembull veç partitë politike, mundet më të kushtu. Me pozit? Pikresht, aja mund të shkarku ngroje mendime personal, besoni që mund të më shkarku për pozitës jo shumë a vogël sekretarit. Veç pse ka synon është ta me qenë një pozitë udhëheqëse të madhe, sikur është puna një kryetarit, një komune caktume. Prandaj meshkujt janë shumë luftarak, që kena dallon. Ata nëse synojnë e nuk ndalen, edhe ka dojnë shumë pengesa. Na femnat, nëse dikush atë jo ti nuk mundesh, besom që na mujna ndoshta në stadin e parë. Ajo është shumë personale. Pra ne na dallon sa jemi të luftarakë, sa jemi të vendosur në bindjet edhe në unë konsideroj që ajo është personale, nuk është në baza gjinore, se ka femër që nëse i thu jo nuk bën, jo nuk mënësh, që atër ka me bo dhe ka me mujtë. Po ka prej atyre personave qoftë mashkull, qoftë femën, që për një me nëse i vendos pengesa ose barjera për para e thënë, e demoralizan, edhe në atë moment humbë shpirtërisht, emocionalisht, dhe nuk është në gjendje me urin ngrit përsëri. Kështu që mendoj që kjo është krisht çështje personale. Çështje personale, dhe çështje se qysh e ka rritë dhe e ka përgatit për jetë familja. Po, sigurisht. Sepse femrave, vajzave ju bëhet padrejtësia më e madhe brenda familjes. Që përmendi Valentina, dosh me ndëgju vllau, nëse unë nuk jam këtu tiki me jo bind vllaut, është vllau i madh, dosh çka thot ky ti më bë. Do të thonë të radhën ata prind ose ato familje që e kanë shtyr një vajzë përpara. Edhe për çto, do të thonë janë ato farë pengesat që vetë ajo ja krijon vetvetes. Edhe nuk ka vetbesim sa duhet, nuk ka vetvlerësim sa duhet, pozitat udhëheqëse, pozitat drejtuese kërkojnë shumë mobilizim, për mujt me qenë ato. Nuk kam çfarë pa dhënë shembull, qeni të binduna brenda partisë. Nëse identifikohet një gru, një zonje që është shumë e zonja, nuk e lajnë me shku shumë nalt. Halo në stadet e para filloj me luftu. Sidomos kur janë për asamblejiste, na njohëm krejt Kosovën, jo më largë se sot, e pata një telefonat me një ish asamblejiste që ka qenë disa mandate shumë të zonjen. Nuk ka rëndësie i cilit subjekt politik është. Edhe ashtu s'na intereson. E di që s'u intereson, po du me thonë kështu, ajo është aqe zonja, sa që janë friksu që kjo mund me kaluar për deputete. Mundet nuk du me tha bornore, sepse nuk mënej që është bornore t'jesh vetëm burr, po bornore ka njerë e menojnë në atë aspektin që është karakter bornori fuqishëm. Ajo ka fol aq zëshëm, aq fuqishëm, aq mirë e ka zotnu profesionin e saj, sa që nuk e ka kalu pragun kësaj radhe tjetë asamblejiste, jo që nuk është votu në mas, po është luftu aq shumë brenda subjektit të saj, sepse është friksu subjekti që kjo mundet me shku shumë analt, ndoshta deputete, ndoshta kryetare e komunës, edhe për mos me shku aq nalt, do është tani sa është heret me largu për listës. Po, sigurisht. Kjo ndodhë dhe në tonë? Nëse më lejan Valentin me u lidh me atë shprehen shumë burnore, mendoj që veç në ditët e sotit është zbe
ky koncept nëse dojna me identifiku dikonin me karakter burrnor si karakter i fuqishëm. Për arsye se sot e kësaj dite shohim shumë kush prej gjinisë mashkullore që ndoshta edhe nuk e meritojnë me bartat e emër, përsipër, për arsye se me qenë burr këtu në herë ka nënkuptu shumë çka. Ka nënkuptu me pas në radhë parë, me pas besën, patjetër, moralin, mos shkeljen e besnikërisë ndaj cili do person, qoftë familjar, qoftë në shoqëri, qoftë në farefes etj. Përgjegjësia për sigurimin e familjes në çfarëdo lloj aspekti ka qenë domethënë komplet mbi barrën e burrit. Kështu që sot duke ndodhur sot nëse i referohem asajna është pak problem. Duke ndodhur kemi shumë burra. Po, duke ndodhur ky ndryshimi shumë i madh i burrave të asaj kohe ose cilës do kohë, ky ndryshim kaq i madh i burrave sot, disa burrave se sigurisht që ka meshkuj që janë shumë zotët, baballar e bashkëshort shumë të mirë, kështu që asnjëherë nuk i përgjigjsojmë, mirë po kjo që dikur ka pas ose kanë ekzistuar burra që kanë qenë në nivelin më të lartë të përgjegjësisë së tyre, e sot ka burra që thjesht nuk dinë me kanë as në vendin e vet si bab, as si bashkëshort, as si punëtor, atëherë vjen edhe kjo fjala që nuk mjafton të jesh mashkull për të qenë burr. Prandaj ka disa që janë vetëm meshkuj dhe nuk janë burr sepse nuk kanë atë burrnin që i takon i mashkullit me kanë nivelin e detyrës apo të përgjegjësisë. Qika koha në ka shkua dhe unë për marrë mesazhe prej regjisë që na duhem me mbyllë, sa do që në diskutimin e sotëm unë jam një si pensionere. Ma shumë kom dëgju. Jam bën rolin e dëgjuesës ma shumë se sa në rolin e folësës. Megjithëse bash mirë, do me thonë, kom ditë me u përmbajt, dhe do ishta me i përcjell, do me thonë disa... Më mbeti më ratë me dëgju disa thonjë prej teje. Edhe disa fjallë tjera që i tash në prapasken, po kur e pash që Bekit nisi me ira niveli sheqerit në gjak, thash, këna bohet ndo një skenë. Jo, halat kupë, se unë për një me nuk i kom një. As që të thanje, as një thanje që e ke thanje të detë. Edhe me pas një, për një me epi njerëzve, në shta pika që aty më kishë. Imaginon që ka na dallon neve femrave që jemi lind dhe jemi rritë në fshatna në vendet rurale me juve qenin e qytet. Na a i vjen që na kaliti, na mësuj, na kena dëgju gjithçka, e më dëgju shumë apak. Jo, që të shprej s'ka pas shansa me një. Unë kisha kërku prej banës me thënë një thonjë tjetër, për nuk e di atë. Këto rrymat feministe në i herë, kur flasin, ose profesoreshat e fakulteteve, për shembull, kur kemi folë për çështjet gjinore në fakultet, kur i kumë thonë në herë pas herë, do thonje, si kur këto që e thash sot, krejt grupi, me qudi, do me thonë janë nalë me shikua dhe i kumë thonë profesoreshat që për çështje gjinore, nuk dohet me u fokusu vesh në për qytete, ose në krye qytet. Ti duhesh me dalë në teren. Na sociologët tojmë tereni është në brejtje. Ti atje e kupton gjendjen se qysh është. E ti nuk mundesh me e ndërtu të sotmen, pa u kthy me rishiku të kaluarën. E nëse nuk e shikon të kaluarën në për vendet rurale, ti do me thonë 70 ose 80% të kaluarës tënde, ti po e bën silent. A beton, tash për telefonin kur peqesën pazo. Ti e ke hesht. Në momentin kur e hesht, nuk mundesh me pas parametrat të sakt se në çfarë gjendje ka qenë shoqëria. Tash po ta tregoj edhe një diçka tjetër që Valentina po insiston për me tregu, e që të dyat bashkë i kemi dëgju. E kemi dëgju dikur në shoqërinë tonë, në përvendet rurale, sepse bakti nuk kanë mbajt, megjithëse në përvendet urbane kanë mbajt, kur kanë pas tokë kështu. Nëse mështjera, do me thonë e vogla femër e lopës, e ka dëmtu ose e ka vra viqin, mashkull, të lopës, atëherë të nesërmën, atë viqe kanë prej. Viqin mashkull e kanë prej, sepse ty të ka vra një femën. Edhe për mu ka qenë shumë absurde kërë këmë dëgju, po ganja si... Viqin mashkull e kanë prej. Po, do me thonë, nuk o dasht me u zhvillu loji i ti. Sa është bebe, sa është veç i vogël, do të mi hangër mishin më smelan me e vazhdu kë, sepse o logarit që kur të vranë ty femra, qëka jeti? Ty femra, kur të vranë ty nuk je as për me e vazhdu lojën tënë.
Dhe më thonë, kjo është mendësia jonë si popull. Dashtu me e pranu, nuk dashtu me u pranu, u revoltume dhe thojna ganja, mund të gjithash me da dikush sociologja ka thoni diçka që nuk o një, as nuk o thonë, por kjo është realiteti i shoqërisë në të cilën na jetojmë, po që nuk është i hulumtum kur as njëherë. Sepse nuk ekziston as në për tekstet shkollore, nuk ekziston as në për studimet gjinore. Tekste që nuk ekziston, a në për studimet gjinore ishtë dashtë. Po ishtë dashtë në për studime po. Me ditë në për shka këna kalu, se ti nuk mundesh me ndryshu një mendësi, nëse nuk e din qysh realisht ka qenë. Dhe më thonë, nuk kemi na, nuk din me pas një qasje të duhur. Zot. Pra ndaj, unë kur zhvillohen debate në për televizione, kur flasin për barazin gjinore, kur flasin për drejtsin gjinore, që ishtë dashtë me qenë, unë e shën një anshmëri, sepse nuk i kanë parasysh ato gra që jetojnë për fshatra, e që ende jetën një mendësi e tillë në mënyrë të pavedishme tek njerëzit. E na duhet me kalu në për disa hapa për të ndryshuar këtë çështje. E jo të kapemi vesh në kryeqytet, sepse atëherë është jo gjysmak, po është një pjesë shumë e vogël. Çika në fund jena, nëse keni diçka që keni dashur me thonë na kamet pa thonë. Ju kërkoj falje krejt aty në sheherlikeve që ka mujtë miroshi qeri prej thonjeve që i kena thonë sot, që ashtu që shindodhi edhe bekit që më nëzis po presum si të kryna me omër diçka omër, e më të tregu dhe shumë çështje tjera që s'po muj me i thonë publikisht. U do është ka pak edhe ka fshatnet me dëgjue, me po në çka ka jetu dikush dikur. E për ndryshe shumë e kisha tregu edhe një ngjarje të jetës teme, po blec. Edhe mbyllë me qëto. Edhe me mbyllë me qëto. Na i veç i përshëndesim shikuesit. Të dashur shikues njëtoj, kom lindë edhe jom rrit në një fshat të Vitis, në fshatin Skifteraj, edhe kom pas kolege në fakultet një shoqe temën Zemrës, që du shumë, ajo lindë rrit në qytetin e Mitrovicës, edhe nuk e ka lidh as gjo me fshatra. Kur një jetë nuk e kish kalu natën në fshat, se s'ka pas as farefes, as kante. Edhe po vjen të une me bujt atë natë, po shkojmë bashkë edhe na kemi hecë 1 kilometër e gjysmë deri te shtëpia prej kunale autobuse. Edhe kemi zbrit prej Kodrës, po lëshohen delet. Mu qash bukra, unë i du tepër shumë delet. Edhe me ato zilet e vetëm me thonë, ta këqyri sa bukra, unë kur t'ja nizbre, ajo me vrapu. Prej frikës deleve, ato delet janë shumë buta. Ajo vrapo, unë isha nalë të keshë, nuk musha me imaginu që dikush të uzët për deleve. Asë mu nuk më kishë ra me kalu koqat shumë me një njeri që mu nuk me friksu për deleve, do më thonë me një sheherlit qasaj mase, edhe asaj nuk ishë ra me shatë më ardhe dhe me po një grumë për deleve, kushe diçka ka imaginu që ka mund me gjetë. Nejse, e kalum natë, nuk naqëm edhe kjo bo një farë muhabeti interesant për çështjen po, pikë diskutimi fiks. Të nesër më në mëngjes, herët u zgjum bashkë, edhe po thonë hajde dalim në porë. Edhe po dalim në porë normal, shtëpia e ka ndryshe hieshin, gjelbrimi, oborri, bukurit e natyrës, bukurit e fshatit, edhe ajo pishe pulat pak më larg, edhe po thotë, thasha pishe sa të bukra, po shumë të bukra, ajo i shkon të u friksu, po mos të më thonë mu se e ka tepru me dele, tash hajde edhe me pula. Unë hajde të dash tash me njoftu me kafsht shtëpiake. Kur jemi dalë në pjesën e oborit, ku ishin pulat, edhe do zejt vegjel ashtë të bukur, edhe unë kënë thash, që qëri që shumë bindën. Edhe veç për thonë, prr, tik, 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 pëthirit pulat, shqithirën, pulat e Petritit, edhe pulat natyrisht më ngjas herët, ato kur i thirë, vinë për me marrësht. Edhe ato për një herë janë mobilizu edhe po vinë kështu shpejt drejt neve, a i thej gjymtyrt, a di ke me thyna i kam, a mu kërshish, të hikë për me i mrena. A kam vetë pasaj e fundit me vizitu fshatin, që ke po më interesant? Jo, ka arë dhe shumë shpesh, nëna jemi nuk mu i kemi kuptu që ka, ajo dhe shu kërshet, dhe më thënë, është prej përvojave më të omlat jetës teme, e që e di që janë edhe të përvojat saj, ku dhe që na bjen me utaku, ku dhe që na bjen me ndejt bashk,
gjithmonë e përmendëm si historie tjetës, kjo është dash nështë edhe film me u bo, për të regova për me dhoni pasqyrë të që ati ndryshimit të madhë që dashtëm dhe nuk dashtëm, është mes fshatave dhe qytetit. Tash natyrisht që e gjithë bota po shëndrot në një fshat global, për shkak të informacioneve të shumta dhe të jetës që pasqyrohet në për media, po me gjithatë dikur ka qenë diferencë madhe. Dashtëm e nuk dashtëm me e pranu. Të dashur shikues, ju falenderoj shumë me historien e pulave, po e mbyllim debatin e sotëm, e të shpresu që kemi mu taku prap të shtunën tjetër prej orës 21. Mirëmbëjtje, Çika, faleminderit shumë. Faleminderit.